TikTokeri 21 vjeçar i jep fund jetës, mori ofendime pas ndërimit të gjinisë. Një TikToker 21 vjeçar i ka dhënë fund jetës në Milano pas fyerjeve që merrte në rrjetet sociale pasi kishte ndëruar gjinin duke u kthyer në vajzë. Në rrjetet sociale gjatë këtyre viteve ai kishte ndarë me ndjekësit e tij historinë e ndërimit të gjinisë nga Davide në Aleksandra. Ky është një problem i zakonshëm për shumë të rinj që flasin për orientimin e tyre seksual në internet, shkruan Korriere. Sipas hetimeve të para, i riu kishte problematika familjare, vështirësi adolescence dhe mosmarrëveshjet me prindrit që ishin përkeqësuar gjatë kohës që ai kishte filluar kalimin gjinor. Po ashtu ai kishte përjetuar edhe dhimbjen e humbjes së motrës së tij disa kohë më parë. Gjatë natës mes të mërkurës dhe të enjtes, TikTokeri Davide Garufi, 21 vjeç, vrau veten në shtëpinë e tij në Sesto San Giovanni në periferi të Milanos me një armë zjarri duke përdorur armën e babait të tij, i cili punonte si roje sigurie, një akt ekstrem për të cilin prokuroria e Monzës ka hapur dosjen për nxitje në vetvrasje. Megjithatë, 21 vjeçari nuk ka lënë asnjë shënim apo nuk ka shpjeguar arsyet e veprimeve të tij. Mes zërave të grumulluar për vështirësinë që po kalonte Aleksandra, do të ishte edhe dëshmia e një fqinji të cilit i rrëfeu 21 vjeçarit, i cili foli për një gjendje shqetësimi të lidhur edhe me ofendimet homofobike që merrte në profilet e tij sociale. Megjithatë, komentet vulgare dhe sulmet personale janë vetëm një pjesë e vogël e mesazheve që Alex Garufi kishte marrë në rrjetet sociale nga ndjekësit e tij vitet e fundit. Magjistratët kanë urdhëruar sekuestrimin e telefonit të tij, edhe pse ende nuk janë deleguar hetime specifike për të verifikuar nëse përveç ndjekësve të shumt me të cilët bisedonte në rrjetet sociale, 21 vjeçari kishte kontakte intime me dikë. Por për momentin nga hetimet nuk është zbuluar ndonjë gjë që mund ta lidhte vetvrasjen me situatë të këtij lloji. Dyshohet se 21 vjeçari ka qenë viktimë e episodeve të dhunshme të ngacmimit dhe transfobisë si në internet ashtu edhe në jetën e përditshme.